Atë ditë, me datën 5, do të ketë qenë në AOV, është bërë prezentimi i gjetjeve të famshme, ku është konstatuar një seri e mospërputhjeve, që dokumenton, me keqarë dhe pju them, qumshti, djathi, maza, gjiza, të gëmna një produkt bilmetit, ku nuk ju ka ndru emër, nuk është keq përdor një produkt që derivon nga qumshti i lopës, edhe është zëvendësu me qumë me vaj palmë, për të prezentuar me emrat e vjetër tradicion. Kjo nuk është e drejtë, nuk është në rregull që në emër të profitit mashtrohen konsumatorë. Dhe si që ka dokumentuar dhe raporti, ato nuk janë deklaruar për konsumatorë. Konsumatori, në shumë raste, ka ble produkte duke menduar që janë qumsht. Ka ble mazë duke menduar që janë mazë. Ka ble burek me djath duke menduar që janë burek me djath. Atër mënyrën që konstatoj me keqardhje, që basë raportit AOV, si që kanë dokumentuar ata, konsumatorët kanë ble produkte për mazë, po s'kanë qenë mazë. Kanë ble produkte për qumsht, po s'kanë qenë qumsht. E kanë ble produkte tjera që në ofrohen djath, po s'kanë qenë djath. E kjo duhet mbaroj në rubrikën e Kosovës. Produktet e bilmetit, familje tona, edhe jonë, qytetarët e Kosovës, duhet ta dinë sakt, a maza, është qumsht si qumsht, a është gjiza, gjizë. Në shumë raste, është konstatuar që jo, por dini edhe diçka tjetër. Ka dhe një çështje. Këto produkte barten në mënyrë zinxhirore në industrinë e ushqimit. Bureku me djath nuk ka etiketë. Ato e blenë konsumatorin furr. Edhe nuk e ka mundësinë as informacionin për të përzgjedhur. Pitja me mazë, flija me mazë. I gjithë ky zhvillim është duke prekur të gjitha produktet e bilmetit që karakterizojnë identitetin gjeografik të produkteve tonë. Dhe kjo duhet përfundojnë. Ata cilët në emër të profitit kanë zgjedhur që të mashtrojnë konsumatorin, nuk mundën me vazhdu më. Në rast se vaj palmës qenë ka i mirë, unë e inkurajoj subjektet që në etiketën e tyre të avizatojnë palmën, jo djathin, jo qumshtin. Për gjithë ata që e relativizojnë këtë çështje. Ju lutëm ja leni profesionistë dhe shëndetësor, kimez dhe ushqimor, edhe ekspertëve që mbrojnë drejtat e konsumatorit ta dhënë fjalën e tyre. Po ashtu, dëshiroj t'ju informoj që gjatë gjithë kësaj periudhe ka pas përpjekje për ta relativizuar këtë çështje. Ju tregoj me përkushtim e me përgjegjësi, asnjë motiv tjetër përpos zbatimit të ligjit për ushqim, ligjit në konsumator. Kjo është motivi jonë i vetëm. Ne jemi të mandatuar për ta zbatuar ligjin. Nuk na thot ligji që ai të gjysmë zbatohet, as të pak zbatohet, ai duhet të zbatohet në tërësi. Madje ligji për ushqim e detyron AOV-n që këto edhe të informoj subjektet e jashtë, edhe shtetet anëtare të BE-s dhe shtetet mike, sepse është një institucion i integruar në rrjetin e raportimit të shpejtë dhe tërheqjes së produkteve.